Anijet e lumturisë lundrojnë në përjeshtra, teksa buzëqeshen ta shikojnë me ëndje. Mundtinë si largojmë realitetit. Biblioteka Publike Mitrush Kuteli në Pogradec organizoi një aktivitet me poetët e rinj dhe të vjetër me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Poezisë. Aktiviteti ishte një iniciativë e Bibliotekës Mitrush Kuteli dhe qendrës multifunksionale në bashkëpunim me Këshillin Rinor Pogradec, Muzeun Historik të Qytetit, Gjimnazin Gjergj Pekmezi dhe Drejtorinë Rajonale të Kulturës Kombëtare në Korçë. Në shoqërinë e muzikës, nxënësit interpretuan poezi nga poetët e Pogradecit, të mëdhenjt Mitrush Kuteli, Lezgush Poradeci, për të vijuar me Dimitër Pojanakun, Ilir Shytën, Andi Kostën, Dorian Lekën dhe Albana Toçkën. Aktiviteti promovoi edhe poetët e rinj, Maria Balliu, Stelina Jaupi dhe Irda Manaj. Kronika Joni inkurajon poetët e rinj dhe nxënësit interpretues të vargjeve botërore gjatë këtij eventi të organizuar me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Poezisë. Ndjenje veshur me peshqeshe, stolisur, në skenë vendosur, harlisur mureve të zemrës, godet për herën dhe fosur. Shpreson njeriu të përjetoj, frikë nga ti nuk ka. Nga dritarja e zemrës tek vështrojnë, ty po të blejnë me para. Jeta e tërë mbushur poezi, si det e derdhur në oqean. Val dhe dall ke qenë ti, unë Titaniku që dallgët qanë. Tani në mol jemi ankoruar, shpinës me peshë të rëndë. Në breg fari sa ka ndriçuar, për ne të dy si në një këngë.